Nesër është hubimi në përkraje të udhëheqësve të UÇK-s, të disa udhëheqësve të UÇK-s, që gjenden prej 5 vjetësh në gjyq në Hag. Është një manifestim i cili ndodh në Tiranë mbas atij të mbajtur në Hag. Kjo ka shkaktuar një përplasje midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe Edi Ramës. Cila është arsyeja? Arsyeja është në fakt fushata elektorale që po ndodh në Kosovë. Është një fushat do kalohet në balotazh për sa i përket komunave dhe bashkive në Republikën e Kosovës. Dhe Albin Kurti nuk mund të linte pa e gjuajtur këtë rast që të kishte mundësi që të bënte një polemik me Ramën. Një polemike e cila në fakt shkon si përplasje me PDK-n, partinë e Hashim Thaqit. Dhe në një farmase edhe me LDK-n, me qenë se kryetari i bashkisë Prishtinës, komunës Prishtinës, Përparim Rama, i cili është zgjedhur si kandidatur e LDK-s, ka vënë në dispozicion autobusët. Në fakt është një përplasje që Albin Kurti po tentoi ta rëndoj, sepse në fakt Rama vetëm ka kthyer një përgjigje të përgjithshme e cila nuk kërkon polemikën. Mirë po, dua të citoj këtu atë që është edhe titulli i komentit. Të bëhet Fera Brahim. Është një shprehje e cila përdoret në Shqipëri, ku një njeri që kishte frikë nga gjithçka i dukej çdo objekt i dukej si Hasmi i tij, Hasëm, i cili ishte Ibrahimi, dhe kudo që kalonte edhe një fer i dukej sikur ishte Ibrahimi që i kishte zënë pritën. Në këtë rast, Albin Kurti i duket sikur është Rama ai që i ka zënë pritën dhe në çdo moment do t'i fusi stërkëmçin. Në fakt e ka gabim sepse për sa i përket qëndrimeve që ka mbajtur Rama, unë nuk dua t'i hyj kronologjisë, por po përmend vetëm një rast për të cilin kam qenë edhe vetë, sepse isha në Ministrinë e Jashtme atëherë dhe shkruajta kundër votimit që i bën rezolutës së Dik Martin. Madje është edhe një ndër shkaqet pse Ministria e Jashtme në atë kohë më largoi nga puna. Më vonë fitova gjyqin, kam fituar 5 gjyqe për këtë punë. Po do t'i kthehem kësaj, çfarë ka bërë Edi Rama në fushën ndërkombëtare? Në fakt ka bërë shumë, po unë po përmend vetëm një çfarë nuk ka bërë. Nuk ka votuar përfaqësuesit e Partisë Socialiste rezolutën për Dik Martin. Dhe kjo është shumë domethënëse. E dini pse është domethënëse? Sepse në një moment kur Berisha e votoi, përfaqësuesit e PD-s e votuan, dhe në një moment kur Ramës i duhej fitoria, të merr një vulën e një nacionalisti, ultranacionalisti, ishte me të vërtet një kosto e madhe dhe një rrezik i madh për Ramën dhe për Partinë Socialiste, që mund të pengohen nga aleatët perëndimor që të vinte në fuqi. Madje mund të ndodheshin në dilemën midis Ramës dhe Berishës, sepse Berisha në atë kohë bënte një retorik nacionaliste, po të vlefshme vetëm brenda kufive, kur thoshte albanofobia e të tjerë. Por ama kur vinte puna jashtë ishte servili më i bindur. Madje kjo është një strategji e hershme e Berishës. Hiqet si patrioti i madh, po ju çon naft, i shan për rezolutat, por ja u voton. Pastaj nuk dua të hyj në këtë aleati, argati, Vučićit e dënglat të tjera të Berishës, sepse të njëjtën gjë bën edhe opozita në Serbi duke e cilësuar Vučićin si shërbëtor të Ramës, si argat të Ramës e të tjera. E vërteta është që kjo ishte ajo që bëri Partia Socialiste në atë kohë, e cila kishte Ramën kryeministër. Dhe për sa i përket të tjerave, pastaj që ka bërë më vonë, unë nuk po i hyj kronologjisë, por dua të them që ato rezolutat që bën Kuvendi i Shqipërisë kanë vlerë vetëm brenda për brenda. E rëndësishme është çfarë bën ti jashtë. Dhe fjalimi që ka mbajtur Edi Rama në një pikë kyçe, në një moment tjetër kyç, pra në Këshillin e Europës, në Parlamentin Evropian, kur kërkohej që Shqipëria kërkohet të bëhet antare e Bashkimit Evropian, një fjalim i cili ishte tërësisht nacionalist dhe i kërkoi një rishikim të
rezolutës që ishte bërë për sa i përket për Dick Martin, një rezolutë e cila ishte tejkaluar, sepse faktikisht nuk është zbuluar asgjë për Shtëpinë e Verdhë dhe tashti është kaluar në faza të tjera ku po gërmohet se si të gjenë një mënyrë që t'i dënojnë udhëheqësit e UÇK-s. Po duke u kthyer ditës sotme, ose më saktë ditës së nesme, kur do bëhet mitingu, Albin Kurti ka edhe një problem tjetër. Problemin që ky miting po mbahet në Tiranë. Tashti një parti e cila erdhi me dhe ka dhe në emër për vetëvendosje që pastaj të bëhet bashkimi, kjo është gjë më e shëmtuar. Është dukshëm që një parti e cila do kërkonte bashkimin me Shqipërinë është e natyrshme që do t'i bashkohet Shqipërisë si një krahinë e saj, sepse Shqipëria ka 30.000 km2, 28.000 sa, Kosova ka vetëm 10.000. Kosova është historikisht një krahinë e Shqipërisë. Është ata që vërtet kanë aspiruar për Kosovën, ata që vërtet kanë luftuar për Kosovën, e kanë parë veten gjithmonë si pjesë e Shqipërisë, si një pjesë të shkëputur nga trungu i saj. Kështu e shikojnë veten shqiptarët e Kosovës, kështu e shikojnë veten shqiptarët e Maqedonisë, sepse baza, boshti është Shqipëria. Baza, boshti është Tirana. Të tjerët janë të gjithë në funksion të këtij boshti. Padyshim që Kosova ka një kontribut të jashtëzakonshëm që nga lashtësia. Dua të rikujtoj këtu që shumë historianë thonë që mbas pushtimeve të gjata, dhe dua të kujtoj një pushtim i cili është akoma më i gjatë, pushtimi romak i cili zgjati pothuajse 700 vjet, duke përfshirë edhe pushtimo aleancën me perandorinë bizantine, e cila në fakt kjo perandoria bizantine është një term i krijuar nga francezët, po ajo është quajtur gjithmonë perandoria romake e lindjes, madje vetë ata e quanin veten oj romanoj, pra roman, nuk e quanin veten as bizantin, as grek. Këto janë ato neologjizmat që u krijuan në shekullin e 20, në fund të shekullit të 19, ku Gadishullit ju ndrua emri nga Ilirik në Ballkanik, dhe perandorisë bizantine perandorisë romake të lindjes ju vu emri perandoria bizantine. Pra, një ndër bërthamat e shqiptarisë, ata që ruajtën gjuhën, që ruajtën tharmin shqiptar, ka qenë pikërisht kjo tredh. Treva e Kosovës, e veriut të Shqipërisë dhe pjesa e vargmaleve shqiptare duke arritur deri në atë që i thonë Epir dhe që është Shqipëria e Jugut dhe Greqia e veriut. Kështu që Kosova pa diskutim që ka një kontribut i jashtëzakonshëm, si çdo krahinë e Shqipërisë ka kontribut i jashtëzakonshëm për të formuar atë që quhet shteti shqiptar. Por nëse do fillonim që të krijonim një republikë kosovare në psiqikën tonë, pa kështu teorikisht dhe praktikisht është e krijuar. Një republikë kosovare, një republikë vlonjate, një republikë korçare, të cilën e kanë krijuar, një republikë të mirditës, të cilët të fandakshur e të shitur edhe i kanë krijuar, atëherë ku do venim? Republika e Kosovës është një aksident i historisë i ndodhur për shkak të historisë së saj, dhe është gjetur si një rrugë ndërmjetme derisa dy pjesët të bëhen kompatibël. Mos harrojmë që kemi 100 vjet që jemi të ndarë dhe kjo ka krijuar një lloj, le të themi, një lloj psiqike te disa njerëz. Por Republika e Kosovës është vetëm një periudhë tranzitore në bashkimin me Shqipërinë. Kjo është e padiskutueshme. Pa harruar pastaj pjesë të tjera. Unë mendoj që bashkimi me Kosovën është i padiskutueshëm, ndërsa me pjesët e tjera të shqiptarëve në Maqedoni ose në Maltezi nuk kemi interes të bashkoheshim për faktin sepse do humbisnim shumë territore. Mos harrojmë që dikur Shkupi në vitin 1911 ishte qyteti më i madh shqiptar, ndërsa sot ai ndodhet në thellësi të territoreve të banuara nga maqedonësit. Por të bësh këtë punë që bën Albin Kurti, më duket të transmetosh inatet personale është një axhamillëk, ti transmetosh në politikë. Kurti nuk është axhami. Ti shfaqësh këto është huzmeti më i mirë që po i bën armiqve të Shqipërisë. Kështu që të shfrytëzosh edhe këtë rast për 4 njerëz të cilët po mbahen komplet padrejtësisht. Ti bësh qefin Karla Pontes,
Një femër me probleme të mëdha psiqike, të cilës nuk i deli nati në biografinë e saj pse i shpëtoi Ramush Haradinaj nga fojt. Më duket që vetëm për vetëvendosja për Bashkim Kombëtar nuk ja. Si gjithmonë, në fund ju rikujtoj të bëheni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritaret dhe kanalit Urdina Xhunga. Faleminderit.